Prestigjozja The Guardian i ka kushtuar një artikull ishullit të Sazanit në Shqipëri, pasi këtu do të investohet nga dhëndri presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Gazeta shkruan se vendasit këtu e cilësojnë Sazanin si ishullin e Trumpve, referuar faktit se do të investohet nga bashorti i vajzës së presidentit amerikan. Një ishull i vogël pranë brigjeve të Shqipërisë, me pamje të mrekullueshme, nga maja me perëndimet e diellit dramatike, dhe maramendase, shkruan ndër të tjera The Guardian. Revista i referohet një interviste të dhënë nga Ivanka Trump, e cila thot se po punon me bashortin e saj për të sjellë aty arkitektët dhe markat më të mira në një resort të mrekullueshëm dhe jashtëzakonisht të bukur. Vajza e Donald Trump thot se u mrekullua nga natyra e virgjër e ishullit dhe foli menjëherë me bashortin e saj për të bërë çmos që Sazani të ishte një pjesë e tyre. Po punoj me burin tim, kemi këtë ishull prej 1400 akrash në mesdhe dhe po sillim arkitektët më të mirë dhe markat më të mira. Do t'jetë e jashtëzakonshme. Kur e kontaktova Kushnerin në telefon po atë muaj, dallova një entuziazëm të madh për Sazanin, të cilin ai dukej se e konsideronte si një thesar. Ai tha se planifikon të krijojë resortin ideal ku do të doja të isha me familjen dhe miqtë e mi. Përpara se ta vizitoja ishullin, mrekullohesha nga ideja e përshkimit të shtigjeve të tij prej rreth 64 kilometrash, ngjitjes në malet e mbuluara me pyje tropikale dhe eksplorimit të rrugëve të thella ujore me emra të tillë si Gjiri i Parajsës, Gryka e Ferit, Gjiri i Djallit dhe plazhi i Admiralit. Doja ta shija përpara se shpreha do të shkojë në Sazan të bëhej prerogative të pasurve. Sipas Ivanka Trump, për shkak se u mrekullua nga natyra e virgjër e ishullit, kontaktoi menjëherë bashortin e saj për të bërë çmos që Sazani të ishte një pjesë e tyre. Lidhja me kohën e komunizmit u bë nga vajza e presidentit amerikan, duke folur kështu për bunkerët.